Deputetja e zgjedhur Duda Balje gjatë ditës së njëjtë ka mbajtur takimin e parë me kryeministrin në detyrë Albin Kurti për bisedime rreth formimit të qeverisë. Balje tha se kërkesat e saj janë komuna e bosnjakëve, reforma në arsim, trajtimi i barabartë për krejt deputetët që kanë një vot brenda kuvendit. Takimin e radhës nuk kemi caktuar ende, shpjegoi ajo më vonë. E në lidhje me këtë temë në një prononcim ka folur profesori universitar Enver Bytyçi. Ai thotë se deputetja Balje është bërë serioze duke u mësuar nga lista sërbska. Sipas profesorit, deputetja Balje është mësuar të lasdrohet dhe se kjo nuk mund të jetë pastaj kërkesa e vetme, pasi do të fillojë të kërkojë çdo herë më shumë. Duda Balje u bë më në fund serioze, madje shumë serioze, me sa duket ka mësuar prej listës sërbska. Si e tillë ajo e ka kushtëzuar zotin Kurti me disa kërkesa për votën e saj për krijimin e qeverisë Kurti 3. I ka thënë mendja se një vot që ajo ka është mjaftueshme për të bërë një presion të tillë. Duda kërkon jo pak një komunë bosnjakësh në Kosovë, në zgjedhjet lokale mund të kërkojë edhe një tjetër. Pastaj kërkon reformën në arsim, por pas sqaruar se për çfarë interesohet konkretisht, me siguri që nuk e di as ajo vetë, dhe më në fund ka gjetur një kërkesë tjetër në formë vërejtje që do trajtohet e barabartë me krejt deputetët e tjerë të kuvendit të Kosovës. Këtu ka të drejtë, ndoshta Kurti nuk sillet me përkëdhelime deputete në fjalë, si kryeministrat e mëparshëm, pra nuk e lasdron sa duhet. Duda si person është mësuar të lasdrohet, e lasdrojnë politikanët, pastaj mediat, me sa dihet ndonjë diplomat ambasadash, dhe tani duket vetja se është kapedane mbi shumicën prej 90% të shqiptarëve. Duda duket se me këto kërkesa është edhe padijshme. Ajo e di faktin se është deputete për shkak të vendeve të rezervuara, ndryshe nuk e kishe pa me sy sallën e parlamentit. Po ka në botë një shtet që t'i ketë rezervuar vende të lira në parlament minoriteteve, siç ka ndodhur në Kosovë, edhe me Dudën nuk ka. Po Duda nuk e di këtë, nuk ka faj se nuk ja ka mësuar Albini, duhet me ja bë një kurs politike dhe Dudas, shpreh Bytyçi. Sipas profesorit, vendet e lira në parlament për minoritetet e kanë bërë që ta njohin deputeten Balje, për ndryshe nuk do të kishte as njohur askush. Gjithashtu Bytyçi thekson që këto kërkesa të saj nuk janë të vetë Baljes. Vendet më demokratike të botës nuk rezervojnë vendet e lira në parlament për minoritetet, dhe nëse nuk do të kishte ndodhur kjo me planin e Ahtisarit të pasqyruar në Kushtetutën e Kosovës, Duda nuk kishte më njoft askush, sepse nuk ka pas shans të i përmendet emri e të lasdrohet kaq shumë. Ajo që ka ndodhur në Kosovë me rezervimin e vendeve në parlament dhe me të drejtën e Dudave që të bllokojnë ndryshimet kushtetuese, edhe pse minoritetet janë vetëm 7-8% në Kosovë, është e paprecedent, është unike, nuk ka rast të dytë. Tani kemi shkuar në atë pikë që edhe disa qindra bosnjak duan komunë, mos duan edhe bosnjakishten si gjuhë të tretë zyrtare, por kërkesat e Dudas nuk besoj se janë të sajat. Jam i bindur se ajo e ka një kallauz pas vetit, ndoshta ka marrë flak dhe i duket vetja Radojčić, po me Albinin nuk ka mundur të bëj pazare as Radojčić. Përkundrazi ai është në kërkim ndërkombëtar, i duket vetja se mundet me trem kryeministrin e mundet me ju imponu atij. Në fakt është si një miz në shpinën e elefantit, prandaj askush nuk e merr seriozisht Dudan. Edhe në këtë rast nuk duhet marrë seriozisht, shpjegoi më tej profesori. Bytyçi me tutje thotë që bosnjakëve nuk ju ka munguar asgjë dhe se kryeministri Kurti do të bëjë një vlerësim real dhe do të ketë përgjigjen e dur për deputeten Duda Balje. Qëllimi i kësaj kërkese sipas profesorit mund të jetë vështirësimi i krijimit të qeverisë Kurti 3, por duke qenë se ajo nuk është vetvetja në këto kërkesa, duke qenë se kërkesat duken të studiuara jo keqe, Duda nuk e ka aftësinë për këtë gjë, atëherë ndoshta duhet pak vëmendje. Pse tani duan bosnjakët një komunë? Çfarë mungon atyre në sistemin arsimor? Kush i ka penguar të bëjnë mësim edhe shqip, edhe serbisht, gjuhë të cilën e flasin edhe bosnjakët? Pse nuk që nga trajtuar mirë Duda në parlament? Janë këto që duhet të tërheqin vëmendjen, sepse nuk gjuan rofeja në ditë të kthjellët, diku ka vranësira që shpërthejnë përmes Dudës. Jam i bindur se kryeministri Kurti dhe çdo politikan tjetër bën një vlerësim real edhe në këtë rrafsh, që do të thotë se do të dinë të sillen e të përgjigjen me korrektësi zonjës deputete që përfaqëson bosnjakët. Ndërkohë ka rrezik që kërkesat e Dudës të jenë sëmundje ngjitse, të shkojnë edhe në veshin e romëve, egjiptianëve, minoriteteve të tjera, dhe këta megjithëse të shpërndarë në krejt Kosovën njësoj si dhe bosnjakët, të kërkojnë një komunë të tyren si kusht për të marrë pjesë në koalicionin qeverisës të vetëvendosjes. Ka mundësi që ky të jetë qëllimi i atyre që qëndrojnë pas Dudës, pra ta vështirësojnë krijimin e qeverisë Kurti 3. Ndoshta ata besojnë se edhe pamundsojnë krijimin e kësaj qeverie. Duke shtruar kërkesa si të Dudës, skenaristët udhëzues të saj e dinë që Kurti nuk i pranon ato. Në këto kushte besojnë se deputetët e minoriteteve nuk pranojnë bashkëpunimin në qeverisjen e tij dhe kësaj Albin Kurti do ta dështojë të krijojë qeverinë e re. Në këto rrethana unë besoj se ka deputet shqiptar të opozitës
që do ta prishin skenarin anti-shqiptar për të cilin Duda vetëm se paralajmëroi, përfundon analizën e tij të gjatë profesori Enver Bytyçi.